qyteti se e du ma shumë edhe gjithë më dojnë, është Shkodra. Në Shkodër ku shkoj, më thonë, gjithë më respektojnë. Fiton më shumë lek në Shkodër? Fitoj ma shumë lek edhe... Sa lek ke fituar në Shkodër? Po, në fakt, si kam nëmëru një herë, për shembull, në ditë se sa fitoj. Unë bëj bilans mujt, për shembull, me kap pa llogaritur shpenzime gjana, me kapi rreth 1 milion lek, për shembull, ose 800, 900. Me kapi rrogë që, për shembull, se këtu në Shqipëri nuk ke rrogë në 1.600.000 lek, për shembull, një rrogë thjesht 600-700.000 lek. Edhe kur kam bëj farë llogari unë që ta kapi një farë rrogë, se mos kem nevojë, mos jem, po tham, mi shërby dikujt tjetër, me qenë shërptori dikujt tjetër. Ata gjithmonë kam menuar për shembull që unë, ma mirë të kemi punë temën, 5 lek sa e vrastronin, se sa më thot jeti. Sa do të punosh të jeti përse prapë nuk është i kënaqshëm. Sa fiton në fund të muajit? Po, thash, po, rreth 1 milion lek mund të kapi plus minus, se ka ditë se nuk hes. Për shembull, sot kam një gati 4-5 orë të përformu, kam dalë herë në plazh, herë të pjesa rrugë, se nuk ka pas as lëvizje njerëzish, s'ka pas. Domethënë sot ka qenë dita jote më e keqe. Preferenca. Ose sa ke fituar sot? A mund të kem fituar 20.000 lek, 30.000 lek, po nuk e quaj ditë keqe, unë e quaj ditë punë një lloj